pasku me shoqërinë për fshatër Pa. tisur. Pa. Edhe gjenim kështu kasolle, shtëpia të vjetra, edhe identik si aty të fakir. Po momente më të bukura nuk vinë. E jashtë apo brenda Shqipërisë? Është çuditshme, pra unë dëgjoj shumë mirë veten kur flas. Unë dëgjoj shumë mirë veten kur. Unë shumë ka dalë fol. Por edhe unë dëgjoj, po është muhabeti që s'dëgjoj kur flet ti. Unë nuk ngjoj. Flet shumë ul. E për çfarë bërtas unë kur folim? Pse? S'dëgjon? Por zotin nuk ngjoj. Flet shumë ul. O Meti çai bëj zot, se Meti edhe Po çfarë thot? Unë flenim krevat në një krevat. Ha? Herë do ish. 17 herë me përsëri. Unë shive, em nuk dëgjoj po bërtas. Meti em nuk dëgjon. Po Kastile nuk ka vërtet rrugët sipas gjithë ta folën. Kastile ka më sa rrugët gjithë kohës, dhe i flisë nga dalë. Në. Po pse më flet ashtu? Ja bësh si të dëgjoj Meti të isha. Edhe kur fol, kështu me gojë mbyll fol. Edhe qet fol, e pa. Për them. Çela atë gojë. Si të ishtë pat këtën të lexoj. Qa fejnë i bukur është. Po kështu kur qoheni më gjesa, qoheni me stres? Jo. Kështu? Jo më qa stres. Unë e lodhë që. E lodhë. Shumë e lodhë. Veçanti këto 3 javë të fundit. Rrallë herë jam zgjuar me dhimbje koke natën. Kam rënë me dhimbje koke, jam zgjuar me dhimbje koke. Po se keni dhënë stres vetes kot. Unë për ditë, çdo ditë më ngjes si më pasar një ditë përpara. Çdo ditë po të them. Unë e lodhë të dha. Si me më shkel kamioni gjërëllë. Po pse më, çfarë? Se di, trupi lodhën. Kjo ajri. Ha? Ajri. Për më dhe punon, dhe jenë lëvizje gjithë. Pa. Qa të mund kishte pas marrë malli për këtë ajrë, mësë më bëna 2 vjetë që jam këthy. Do ta shi se ka marrë dhe shuna 3 muaj këtu ti në Zelanda, në Zeland jetoj aty? Po më 6 vjetë kam jetuar aty. 6 vjetë, rezident, letra të tëra. Po ta shi ke 2 vjetë që e këthyrë në Tiranë. Po. Në do rishtë tani këtje. Ri. Po si ti ke letra, ti ke përhershme atje? Përhershme. Ke marrë përhershme. Permanent. Permanent, po. Përhershme. Edhe mos me shku atje farë pra pension të gjitha, kur të plagem. Po si me 6 vite pune? Po? Pension minimali be kualifikohesh aty, është diku të $250 java. €1.000 muj? Java. €1.000 muj, pa? Jo më qa €1.000. Plak Edhe dollar 200 euro. plak. Po jo më jo, po Dollar zelandezë dhe është gjysë për gjysë me euro. Është 175 euro. Për muj, java 50 euro, 4 Jo, javë. jo, java 175 po te euro. ju $1.000 kështu zelandez. $1.000 zelandez është si me thonë 55 euro. 550 euro. Dollar kështu kota jo bu. Si është jeta aty? Sa është? Identik. Si shpirt. Edhe mes qytetit, grada qela e gjitha, vetëm parqe ke. Masive. Kjo herë 20. Po çmimet me rrogat që janë aty. Në sistemin e jetesës të mund. Bylmeti është më i lirë se në Shqipëri, mishi është më i lirë se në Shqipëri. Ke gjithë shka. Ke edhe gjitha produktet qaj blerë Shqipëri, produktet europiane i ke aty. Rroga mesatare sa? Nuk e di plako sa është mesatare. Po... I dalin një familje për shembull 2.000 kështu atje në muj? Dollar holandez. $2.000 zelandeze? Jo, për qa flete. Jo, më daj. Si dalin? Po jo. Atëherë si pas sistemit jetesës që nga më shtrenë si në Itali? Po jo më Andrea, se del edhe me pas një gjë ekstra, ku se në Itali s'del me pas një gjë ekstra, se në Itali taksat i ke
ku thret Qameti, kurse në Zelandë ke 15%, 20%. 700 euro në vit janë plerat e unë. Që paguaj. Prandaj po them, në Zelandë ke si në Shqipëri ke taksat. Është si shpirt. Kurse në Itali e merr për gjysmë ato rrogën ti. Dhe prapë ke spitalin falas aty në Zelandë, prapë gjitha. Po edhe të leshtë. Transport di pra, po qa kuptimi ka? Dhe Po janë taksat që në mbajnë, taksat në plus busa janë 5 milion banor, sa milion banor ka Italia? 67. Prandaj po them. 67 a 70, diçka ti. 5 milion kishte vetëm ajo Sicilia. Po ka më jeto si dush aty. Si doj qefi jeto aty. 6 milion. Po minimumi që duhet marrësh, minimumi që të kesh një jetë okej, aty është $4,000 në muaj. Minimumi. Dhe aty paguhesh javë për javë. Hiq penzimet e mia personale, për shembull, unë për veten time muajin me rrogën time e nxirja, 2200-300 euro. Me rrogën time e nxirja muaj. Flasit të kesh në i gjo që dalësh herë një javë, ke parasysh të hash Me në gjitha to, restorante, po mirë në i pizë, në i gjë, në i makarona, ku di unë, në i frut det që janë këto. Po, aty kishte edhe i gjo tjetër që ti do ishte me katë po të mos dilje piknik aty herë një javë. Neve, bravo, këtu desha dile, në restorante, s'para dalim, ikim 1 orë gjysmë dalë mal. Okej, pra. Prandaj i thash. Jo, po ishim mirë neve, po. Ka vajta ndueli ka folur atje. Po, Bigi, aty gjdo park... Mera qipsin. O, Bigi, gjdo park aty... Qipsin, patatinën. Gjdo park aty kishte barbecue zgar. Aty i shkonim neve. 1 orë gjysmë larg, po shkonim sepse kishte vatra, tavolinat, kishte kështu pilikunci që bënin kalamajt. Jo, më ku 1 orë gjysmë larg o burru, vetëm të shtëpia ime kisha 4 parqe edhe për Jo, qarë. ne shkonim 1 orë gjysmë, se kishte lumin, kishte kaskatat, ujvarat. Që shkonim? Plak, aty ka qenë edhe e forta është se ka marru gazi aty të zgara. Se me gaz. Ne me qymër. Mersh në telefon ato numrin që t'jepin aty dhe të vinin direkt për 10 minuta të ndonin Ne kishim me qymër. Falas. Falas ose t'i pagu taksa. Po. Po e kishte për detyrë me të ardhë, mesi notës. S'mi interesot, s'ka gaz, bëhet problem t'i atë. Po, se marrë qofse me barbecue, s'ka gaz, vita e shkreti me bombu gaz. E shikon se shërbim 24, Shërbim 24. 24 orë, ata e merë kur do edhe të vjen. Kur doj zemra. Ashtu e kishim ne të puna, ne kështu e kishim shërbimin. Ndërtim, ata punën që bëjmë atje. 2-3 natës kemi vajtë. E rëndësishme është të gjesh zgjidhjen aty dhe... Po pra, ose edhe i gjo shumë e bukur që funksionohet e bashkia komuna Auckland, po të gjitha komunat e qyteteve aty. Le të themi, është kjo platforma këtu, skena. Okej? Dhe njëra nga dhe luajnë fëmijët aty. Okej, është me lodra. Dhe njëra nga drasat ka shku pak kështu. Online, te faqja e bashkisë e komunës, i bëj foto, që është problem, sepse rrezikon shëndetin e fëmijës, mund të rrëzohet e gjitha. Uploadoje foton dhe për 24 orë kishte të zgjidhme. Pra, i tregoj adresën, gjitha, edhe dërgonin dhe email që zotri problemi është zgjidhur, tashmë fëmia juaj mund të luajë i qetë pa problem. Po të them. Neve gjenim gropa me gropa në rrugë, na çonte komuna, email, edhe ta çonte me të kuqe. Kuqe dhe me që është emergjente. Shkonim bënim foto, bënim gjitha, dërgonim komunën, edhe bënte ato pagesat. E dërgon online? Po, ja dërgon email, e di zyra, me rrët zyra me ato. Jo email, jo. Faqja e komunës aty, faqja e bashkisë, populli, të lejonte me uploadu foto, për shembull, uploado një foto për problematikën që ke hasur, thoshte. Një. E di që kjo është bashkëpunim? Është një detaj shumë i vogël, që jam i sigur që edhe një bashki, edhe një komunë në Sri Lanka mund ta bëjë, përderisa kanë website.